Në mesin e këtyre miliona haxhinjeve është edhe njeriu më i rëndësishëm i Shqipërisë. Presidenti Bajram Begaj po i kryen ritualet e shtylljes së pestë të besimit islam në Mekën e Shenjtë. Në gjethat e Arabisë Saudite, ai arriti të hënën mbrëma. Është agjencia shtetërore e lajmeve e këtij vendi ajo që duke ilustruar edhe me fotografi, bëri me dije se Begaj u prit në aeroportin ndërkombëtar Mbreti Abdulaziz nga qeverisësi i Gjedës, princi Saud bin Abdullah bin Jalej, dhe një numër zyrtaresh. Në lajm thuhet se atje presidenti shqiptar ka arritur për ta kryer haxhin. Por pikërisht në ditën kur doli lajmi se Begaj është në vendin e shenjtë të muslimanëve, zyra e tij postoi në faqe zyrtare si edhe në rrjete sociale njoftimin për vizitë në selinë e shenjtë të katolikëve në Vatikan. Kjo duke shkaktuar huti nëse lajmi për haxhin ishte i vërtetë. Madje zyra për informim e presidencës i sugjeroi Kosova Presit që të ndiqen vetëm komunikata zyrtare. E deri në këtë orë të fundit nuk ka ende informat për vendodhjen e presidentit. Ndërsa komunikata e paraditës së të martës njofton se Begaj zhvilloi dje vizitë zyrtare në Vatikan, ku prit në një audiencë nga Papa Leon XIV në Pallatin Apostolik, me të cilin zhvilloi një bisedë të përzemërt. Në takim, sipas komunikatës, u vu në dukje marrëdhënie të shkëlqyera me Selinë e Shenjtë, procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi shqiptar për paqen dhe stabilitetin në rajon. Gjatë bisedës, një vëmendje veçantë ju kushtua besimit, përsekutimit të klerikëve dhe besimtarëve të krishterë në periudhën e komunizmit në Shqipëri. Shqipëria, citohet të ketë thënë Begaj, ka vuajtur në mënyrë të tmerrshme nga ndalimi i besimit gjatë regjimit komunist. Ndërsa u shpreh në atë periudhë, por edhe në shekuj më të hershëm, shqiptarët e kanë ruajtur në shpirt besimin në Zot dhe kanë ushtruar atë duke rezistuar me qëndresë deri në martirizëm. Presidenti Begaj, sipas komunikatës, se ftoi Papa Leonin XIV për të zhvilluar një vizitë në Shqipëri, duke theksuar rëndësinë që ka për vendin tonë një vizitë e tillë.